Ideja e qytetit PES si qytet i gjerë dhe vital ka vazhdu mu realizu. Kjo është shtegu i shëndetit, mirë po në këtë vend dhe më thënë keni lidh me shëtitorin Buzë Lumbardhit edhe tash qytetarët e PES i kanë dy qasje në shtegun e shëndetit. Një që i qanë deri te ish shkolla Vaso Pasha edhe kjo tjetra i bjen tek lagja e Kapeshnisës ose Puhovsit edhe vazhdojnë shëtitjen Buzë shëtitores. Po me këtë po krijojmë kushtet mira që qytetarët me pas kujdes për shëndetin e tyre, me pas ku me dalë dhe me bo rekreacion. Shtegu ka edhe karakterin e edukimit, që gjeneratat e ndryshme takohen këtu dhe krijojnë ose batin njohurit e tyre njëra tjetrës. Domethënë është jo vetëm shteg i shëndetit, po edhe një farë mënyre shteg i edukimit. Me kërkesë të banorëve pak më të shumë, është bo kjo mbulesë këtu për me u shërby gjatë ditëve me shi, ku me pas me u strehu, nëse jo në shëtitore të jesë, domethënë me pas një vend i cili u shërbet si strehim edhe qëndrim gjatë këtu. Te bazeni është kriju një hapësinë e lezetshme, cilën qytetarët që frekuentojnë shtegun e shëndetit munden me shfrytzu për aktivitetet ndryshme, ka zgara, ka lojna për fëmijë, edhe ka mundësi për me i lënë fëmijët me u shëtit edhe me kriju një lidhje me natyrën. Shtegu i shëndetit, i cili është ndërtuar qoftë që vjen prej shkollës Vaso Pasha, qoftë prej Lumbardhit, tutje dy shtizë që la të bashkohen, për ditë më shumë ka njerë që esin dhe i gëzojnë këto mrekulli, ftoj që të kujdesin për to, janë tonat, nuk janë askuj tjetër dhe meritojnë për kushtimin tonë që të gëzojnë me fëmijë. Këtu jemi të hapësira të Shara, është një pjesë ndër më atraktive në qytetin e PES, është pjesë ku shfrytëzohet nga shumë qytetarë të PES, si vikende dhe ditëve të punës, kryesisht në zonën e verës. Këtu kemi investu, e dini edhe vetë, gjithë qytetarët e ditë se shfrytëzojnë këtë hapësirë në tushin e urën, në hapësirën për rreth dhe jemi munduar që këtë natyrë të bashkojnë bashkë me infrastrukturën dhe kjo hapësirë tjetë sa më e përdorshme dhe më e shfrytëzueshme për qytetarët tonë. Qytetarët e PES e dinë që jam kryetari i punëve, jo i propagandës. Qytetarët të ruajnë këto ambiente të mira dhe të shfrytëzojnë sa më shumë.